Në 65 vjetorin e lindjes, publicisti, poeti dhe prozatori i mirënjohur Halil Rama, mjeshtër i madh dhe qytetar nderi i Bulqizës, vjen me librin e tij të 30, Oda Dibrane, poezi dhe tregime të zgjedhura. 30 libra të shkruara, botuara dhe promovuara bujshëm në 30 vitet e fundit, janë një kuotë e lartë e këtij shkrimtari dhe publicisti të mirënjohur, por ai ka meritën sepse e ka arritur me merit këtë kuotë me studime të thelluara, me punë, përkushtime e talent të rrallë. Libri që promovojmë sot me titullin signifikativ Oda Dibrane është një prurje krejtësisht e veçantë dhe mjaft cilësore në botimet me poezi dhe tregime në 3 dekadat e fundit. Vetë titulli i librit Oda Dibrane është intrigues dhe të josh për ta lexuar. Por më shumë se sa për titullin intrigues, ky libër të tërheq që në fillim dhe të mbërthen në leximin e të gjitha poezive dhe tregimeve për vetë formën e veçantë kompozicionale me 3 kapituj: poezia, proza dhe vlerësime nga personalitetet akademike dhe të letrave. Veçanërisht, poezia në 6 ciklet e kapitullit të parë, frymëzime nga historia, vendlindja, familja, portrete në vargje, motive popullore dhe meditime. Vitin e 60 vjetorit të ditëlinjës, publicisti dhe shkrimtari i mirënjohur Halil Rama ja kushtoi vendlinjës së tij, duke ju dhuruar bashkëfshatarëve kudo që ndodhen librin Muhuri, histori dhe personalitete me 17 kapituj në 712 faqe. I mbyllur në pranverën pandemike 2020, ky publicist dhe shkrimtar i talentuar, mjaft produktiv dhe me një përvojë të gjatë, autori të librave me monografi, kritik letrare e publicistik të zgjedhur, udhëton me imagjinatën e tij nga Tirana ku jeton prej dekadash, por në vendlinjen e tij, Muhuri i Dibrës. Në vlerësimin e tij, profesor doktor Shaban Sinani shprehet se libri i Halil Ramës, Muhuri, histori dhe personalitete, duhet lexuar sepse është shkruar me shumë dashuri deri në teprim për 12 katundet e kësaj zone, njëri me histori më të pasur se tjetri. Madje sipas akademikut të shquar Sinani, libri i Halil Ramës është zgjidhja më komode, sepse është një enciklopedi e gjithëzonës, prej hershmërisë antike deri në kohët moderne, me bëmat dhe gjëmat e saj, pa kritere përjashtuese, duke filluar prej përshkrimit gjeofizik deri tek ai etnografik e historik, mbështetur në kujtesën e shkruar dhe atë gojore. Duke e vlerësuar si të tillë, profesor Shaban Sinani beson se ky libër do t'i ndihmojë brezat e ri jo vetëm për të njohur paraardhësit, por dhe kushëritë e tyre. Në këtë kohë largësimi, ky është një shërbim që meriton vërtet nderim. Promovimi i librit të Muhuri, histori dhe personalitete të shkrimtarit Halil Rama ka bërë së bashku figura të mëdha të jetës publike dhe politike në vend. Në promovim ishte i pranishëm edhe aktori i mirënjohur Bujar Kapezhiu, i cili theksoi se shkrimtarë si Halil Rama, që shkruajnë për adheun e tyre, duhet të ketë më shumë në Shqipëri. Se promovojmë një libër të zotit Halil Rama. Kështu që Halili në këtë vazhd ka shkruar me kaq pasion, me kaq dashuri, dhe kur e lexon këtë libër, edhe unë pas thënien e tij kam thënë, më duket sikur edhe unë jam nga Muhuri. Shkrimtari Halil Rama ka shkruar 17 libra monografik për qytetin e tij të lindjes, Dibrën. Gjatë fjalës së tij, Rama është shprehur se dashuria për fshatra dhe qytetin e Dibrës do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij.
Në ambientet e Akademisë së Shkencave është zhvilluar promovimi i librit në Panteonin e Vlerave nga gazetari Halil Rama. Një libër racional, dokumentar e arkivor, që pasqyron vlerat kulturore dhe artistike të Shqipërisë, përmes portretizimit të personaliteteve të spikatur, të njohur dhe të panjohur për publikun. Autori sjell histori reale që do t'i shërbejnë brezave. Frymëzimi i tij për të shkruar është generali Rahman Parlaku, i cili i pranishëm në promovimin e librit, jep vlerësimin për botimin. Privilegj për mua të përshëndes zotin Halil për këtë sukses të arritur në krijimtarinë e tij, që nuk është e pakët, po është mjaft e pasur dhe e vlefshme në interes të pasqyrimit të historisë sonë. Përmes falënderimeve për vlerësimin e librit të tij, shkrimtari shprehet se nuk do të ndalë kurrë duke shkruar mbi Panteonin dhe vlerat e figurave të historisë. Me librin tim të 12 në Panteonin e Vlerave, unë rrekëm të pasuroj disi letërsinë tonë dokumentare. I pari, legjendari Rahman Parlaku. Personazhi tjetër kryesor është patjetër Teodor Laço, një nga shkrimtarët tanë më në zë, i cili edhe pse i vdekur tashmë prej një viti, flet me veprën e tij, u flet brezave, u flet letrarëve të rinj. Vepra e Halil Ramës rreshton vlerat të qytetarisë Dibrane dhe të përkushtimit të brezave të saj. Publicisti dhe shkrimtari i njohur Halil Rama publikoi këtë të martë librin e tij më të fundit. Magjia e fjalës është botimi i 20 i publikuar nga Rama, ku lexuesi do të gjejë 41 shkrime. Shumë prej tyre janë recenca për libra artistik apo monografik, ndërsa pjesa tjetër janë kryesisht profile letrare apo paraqitje botimesh nga etnokultura. Libri përbëhet nga 3 kapituj, fillon me profilet e 3 shkrimtarëve të njohur, me Teodor Laço, me cilin unë pata fat të jem pranë tij disa vite, me të madhin Shefki Karadaku, të cilin unë e kam studiuar për 20 vitesh dhe më në fund në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, zonjën Fisnike, me inteligjencë rrallë Nadire Karadaku, arritëm të publikojmë, të botojmë monografinë së fundi ADN-ja e pandryshuar Shefki Karadaku. Pa dyshim është pena e artë e profesor Kapexhiut me 2 librat e tij, 5 skenar dhe monografia për të madhin Aziz Ndreu. Ndër të tjera, gjatë aktivitetit, Akademia Shqiptare-Amerikane e Shkencave dhe Arteve i dha shkrimtarit titullin akademik.
Është promovuar në Tiranë libri i fundit i Halil Ramos kushtuar figurës së Mehdi Lucës, i cilësuar si emblem e qytetarisë dibrane. Në fjalën e mbajtur, autori i librit vlerësoi dhe përmendi një sër intelektualësh dibran të fushave të ndryshme, duke u ndalur më gjerë te figura e Lucës dhe jeta e tij që nga lufta e dytë botërore deri pas 90-s. E kujton Mehdi Lucën si një burr i urtë, i kulturuar, model i sjelljes shoqore, fisnike dhe në paraqitje e komunikim me pasion për librin. Mehdi Islam Luca ishte ndër burrat e urtë të mençur, të odave me xheliseve, të cilat përbënin shkallën më të lartë intelektuale të popullit të krajinës së Dibrës për të zgjidhur probleme që edhe drejtësia moderne do të kishte lakmi për mençurinë e përdorur nga pleqët në thojza që ndalin kuvendet, bashkonin njerëzat, pajtonin ngjaqet, zgjidhin problemet e pronës, u jepnin të drejtë njerëz palë pa marrë parasysh rangun a ofiqin që kishte pala tjetër. Të pranishëm në promovim, profesor Petrit Bara, zëvendës rektor i Universitetit Luarasi dhe Bujar Kapexhiu Nderi Kombit, vlerësuan kontributin e autorit të librit si edhe figurën e Lucës. Unë jam shumë i lumtur sepse ato u lexuan dhe i përshëndes shumë të gjithë ata që kanë shkruar pjesë për Mehdi Lucën, me të cilin unë kam pas marrëdhënie personale dhe e kam njohur personalisht në Tiranë. Për një dibran me vlera jashtëzakonisht të mëdha për sa i takon në letërsinë shqipe. Halil Rama ka marrë përsipër që të vlerësoj figurat e quara të Dibrës. Për Mehdi Lucën u vë në duke roli i tij gjatë luftës së dytë botërore, si nën punës finance në disa ndërmarrje dhe drejtues i Komitetit të Fiskulturës në Dibër. Këshilli i Bashkisë Bulqiz, me vendimin numër 52 datë 31 korrik 2024, ka vlerësuar kontributin e zotit Halil Hidr Rama, duke i dhënë titullin qytetar nderi i kësaj bashkie, me motivacionin si shkrimtar, publicist e skenarist në median e shkruar dhe mbi 25 libra të botuar, ka evidentuar e promovuar historinë, traditat dhe resurset njerëzore e intelektuale të trevës së Bulqizës. Këto kronika televizive nga promovimet e suksesshme të disa librave të Halil Ramës si dhe vlerësimi i krijimtarisë së tij nga personalitete akademike dhe letrave si profesor doktor Shaban Sinani, profesor Bujar Kapexhiu Nderi Kombit, doktor Mujo Buçpapaj, Emi Krosi, Sakip Cami e tjerë, flasin për një produkt letrar mjaft cilësor, ku jetët e personazheve real janë të mbushur me pasion dhe emocion të pandalshëm, drejt sfidës së jetës dhe drejt suksesit. Shkrimi i tij depërton thellë në shpirt dhe zbulon botën delikate të intelektualëve dibran, Kuksian, Dursak, Shkodran e tjerë në strukturën e tyre si njerëz të matur që veprojnë në kontekst duke marrë prej tij maksimalisht suksesin. Edhe libri që promovojmë sot, Oda Dibrane, ka një lëndë aq të pasur dhe të larmishme si dhe vetë poezia e këtij autori që pas akumulimit të tij në mbi 4 dekada e sjell për lexuesin me origjinalitet mbështetur në tabanin kombëtar. Ky libër bart vlera shumë dimensionale, jo vetëm për lëndën teje të pasur e të larmishme, por para së gjithash për stilistikën e veçantë të këtij autori, gjuhën e pasur dhe mjetët shprese domethënëse. Është një libër sa intrigues, aq edhe mbreslënës. Mesazhi këtu përcillet qartë, sidomos tek poezia Oda Dibrane. Oda Dibrane, mençuria e fjalës, urtësia e të moshuarve, fundi i armiqësive, kënaqësia e muhabetit, burimi i humorit, shpërthimi i këngës, sheshi i kërcimit dhe jehona e të qeshurit. Në këtë poezi që autori e ka vendosur jo pa qëllim, titull të librit evidentohet qartazi, variacionet poetike në formë mozaiku që shkrihen në kodet nën-tekstuale, nëpërmjet të cilave ai ngre një kult botës dibrane. Nderi, dinjiteti, virtyti, arketipit social, etik dhe filozofik të dibranit që motivohen nga zgjuarësia, maturia e të tjerë. Në ditët e para, pas botimit, autori u ka dhuruar librin miqve të tij të ngushtë, si doktor Muj Buçpapaj, poeti dhe analisti më i vlerësuar ndërkombëtarisht nga institucionet e medias prestigjioze, poetit Hasan Selimi, mjeshtit e madh Muharrem Gjoka, shkrimtarit Piro Milona, zonjave fisnike dhe me inteligjencë të rrallë, Kozeta Mamaçi e Nadire Karadaku, që është edhe redaktore e librit, drejtuesve të Federatës së Paqes Universale Shqipëri, Gani Roshi, Dëfrimet Hasani e Kastriot Celita,
të cilët e kanë vlerësuar për dimensionin njerëzor, dashurinë për familjen, prindrit, bashkëshortet, fëmijët, mbesat dhe nipin, miqtë dhe shokët që zënë vend kryesor në këtë libër. Kam kënaqësinë që librin tim të 30, sa po ka dalë sot në shtypje, t'i adhuroj mikut tim të ngushtë, Zotit Muharrem Gjok, pjesë e qëndësishme e këtij libri si burri i Dibrës, emblem e kulturës kombëtare. Kënaqësi e jashtëzakonshme kur morën librin nga shoku im i ngushtë Halil Rama, një penë e artë si i ka muemin të filmet të sami. Edhe kështu është dhe s'ka si më qënë ndryshe. Juroj Halil Ramës edhe ma shumë. Sa të kjesh forcën, mos u ndalë libra, se libra është kulturë, është shpirt i mirë. Kam kënaqësinë e veçantë që sot t'ju dhuroj librin tim të 30. Është një përzgjedhje ime me poezi dhe tregime të shkruara ndër vite. Ju falenderoj përzemërsisht për mbështetjen që më keni dhënë deri sot. Zotet Ganiroshi në konsiderim të vlerave universale që i promovon Vosmiri, miqësi Salini. Shumë faleminderit. Duar trokitje. Shumë faleminderit dhe si penë e artë uroj që stacioni i radhës të jetë tek i 40-ti dhe i 50-ti paktën pa kalu 5 vjeçari. Të falenderoj përzemërsisht. Zotit Kastriot Selita, emri i madh i drejtësisë shqiptare, fat që të kam mik. Bravo. Shumë faleminderit. Është kënaqësi dhe privilegj për mua që të kem në dorë sot librin e 30 të njeriu të letrave, të eruditit, të bran, të personalitetit të shquar, Halil Rama. Unë të falenderoj me përzemërsi. Kur shkrua një libër, vendos shpirtin e tij në histori. Ky është Halil Rama, i cili edhe nëpërmjet këtij libri ka përshkruar gjithçka që i përket Dibrës edhe me titullin e veçantë Oda Dibran. Shumë urime dhe shumë libra në vit. Profsh për përshtetjen. Kënaqësi e veçantë që sot i dhuroj librin edhe mikut ton të përbashkët. Ati që fokuson gjitha veprimtaritë e Federatës Paqes, Zotit Vitpil Zharri. Me respekt autorit. Faleminderit shumë. Billy, si ndihesh? Unë, si më i vogël se tavolinë, unë jam më me fat se gjithë ju që jam mes jush, që mësoj për jush, dhe veçanërisht sot jam shumë i nderuar që kam në dorën time një pjesës nga zemra e Zotit Halil. Mezi pres të lexoj librat e tjerë. Faleminderit shumë. Siç shkruan profesori asociuar Dr. Bernard Zotaj në parathënien e librit Dibra dhe Dibranët në Panteonin e Vlerave, prodhimtaria historike e letrare e Halil Ramës është e dukshme. Krijimtaria e tij letrare është e hershme në aspektin e letrave, duke dhënë kontribut me vlerë në gjinit letrare dhe në publicistik. Në këtë libër me 6 kapituj në 446 faqe, ai paraqet një dimension me rëndësi të madhe në historinë e letrave, por dhe për faktin se i flet lexuesit të çdo kohe për atë dashurinë dhe kulturën dibrane dhe shqiptare. Në rolin e një analisti, ai ka operuar me parametra historik, patriotik, estetik, artistik e kumtor dhe ka pëlqyer stilin e ligjerimit publicistik. Në përshkrimin e figurave të tilla, autori me plot merit ka derdhur talentin e tij, duke gdhendur deri në detaj çdo figurë të Dibrës për t'i dhënë më shumë shkëlqimin dritës dibrane dhe ja ka arritur me sukses.